Sa po është mbyllur ndeshja e voleybollit për meshkuj, Vllaznia Tirana fiton Vllaznia me përmbysje 3-2, me teknikën vardhëpluar për Sako. Një fillim shumë i mirë, me 2 sete të fituara, por çfarë ndodhi më pas përmbysje Vllaznia? Pikë së pari ju uroj për këtë intervistë, sepse tani është bërë si tradit duke ju uruar, por e vërteta është e vërtetë sepse jeni televizori që shpalosni më shumë sportet me dorë dhe voleybollin veçanti. Për sa i përket pyetjes tuaj, me pak fjalë ishte me 2 tablo. Një tablo e parë, 2 sete që i fituam me Binço, dhe 2 sete, 3 sete që patëm oscilacione të mëdha dhe si rrjedhoi erdhi dhe humbja. Por unë gjej rastin ta falenderoj ekipin e Vllaznisë, se bëri një ndeshje shumë digjitoze, ndërsa djemtë e mi unë do bëj një analizë të hollësishme të hënën në stërvitje dhe do të zgjerim defektet dhe do mundohemi të riparojmë. Por, skuadra ime duhet të ketë parasysh që oscilacionet i ka, është ndeshja 2 që ka oscilacione kaq të mëdha. Megjithatë, unë them që ato 2 sete para ishin vendimtare për skuadrën tonë, pasi ne siguruam vendin e parë në grup dhe tashmë presim vendin e dytë të grupit tjetër, dhe unë them që kjo që edhe ajo që djemë të shkrefën edhe luajtën bën atë performancë, por pa ja ulur në asnjë moment vlerat të Vllaznisë. Gjithsesi, vendin i parë siguruar nga ana juaj, Vllaznia pretendon se të jetë edhe ajo në fazën finale, por Tirana si gjithmonë. Shiko, Tirana është një skuadër që luan dhe nuk bën alianca. Do ta kemi një herë mirë të qartë, sepse është një skuadër që është mësuar me trofe dhe do që të luaj dhe pse jo t'i fitoj ato. Bën llogaritë veta dhe si rrjedhoi vinë edhe rezultatet në fund fare pozitive ose jo pozitive. Ato varen nga performanca që do bëj skuadra. Por unë them që voleybolli i meshkujve si i Vllaznisë edhe i Tiranës kanë përmirësime, por duhet jeni të sigurt dhe të qartë që nuk është kjo faza 2 do të ketë një performancë tjetër gjitha skuadrave, sepse tash i fillojnë dhe lëvizin skuadrat, fillojnë vështirësohen ndeshjet, dhe pse jo bëhet çdo pikë në ato ndeshje bëhet shumë e rëndësishme. Edhe unë për këtë po përgatitem, pasi skuadra ka gjithë beharin dhe ka një tej lodhje, tej ngarkesë. Dhe unë gjej rastin që edhe ta falenderoj Vllaznin, po edhe djemtë e mi pavarësisht se humbën, janë djemë që sakrifikojnë edhe luajnë voleyboll, edhe në këto kushte që ju e dini vetë. Një humbje dramatike kur kemi parasysh setin final me pikë shtesë, fitoi Vllaznia. Shiko, Vllaznia besoi deri në fund. Djemtë e mi nuk besuan. Patën lojën dorë, patën rezultatin avantazh, por fundi i buzëqeshi Vllaznisë. Tregoi një skuadër me karakter të fortë dhe si rrjedhoi erdhi dhe fitori. Profesor Sako, faleminderit për intervistën.